Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Ashtu timoni, cilat janë veprat që ashtu imonin. Çfarë shëron realisht imonin ton? Gjitha do të jenë këto përgjigje të cilat me lenin Allah do të mundon atë i trajtoj gjatë kësaj ligjërate. Ligjëratën e kaluar unë fola për besimin edhe e përmenda dhe thashtë çfarë do të dhe misie që është, pastaj fola diçka rreth dukurive që manifestojnë dobësimin e imanit dhe po ashtu fola për shkaqjet e dobësimit të imanit. Unë dala te çështja e imanit se ashtohet apo jo dhe çfarë shton nëse shtohet imani. Normalisht prej besimit të ehlusunetit është që imani shtohet edhe pasohet, shtohet me vepra të mira kurse paksohet me gjuna. E përmenda se si manifestohet dobësimi i imanit, do ta përmendi tashmë në Allah se si shfaqet rritja e imanit dhe si duket dhe çfarë shton imanin me lenin Allah. E përmenda që është shumë e rëndësishme ti dim gjitha këto për shkak se është pyetje imani jon, është ajo më e shtrenjta jone e cila nëpërmjet saj mund ta fitojmë xhenetin e Allahut. Ai i cili shton imanin e tij dhe kujdeset për imanin dhe kultivon me lenin Allah shpresohet që do të qëndrojë deri në fund, derisa që dorëzojë amanetin Allahut azza wa jall si musliman. Ajo që do të filloj fillimisht është ajeti ku Allah azza wa jall përmend dhe thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajalat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Allahu tha që besimtarët të vërtet janë ata të cilët kur u përmendet Allahu, se kur e kujtojnë Allahu, kur përmendet Allahu, u rrënqethen zemrat e tyre. Kur lexojnë atyre ajetet, atyre u shtohet imani. Kjo pjesa e fundit që Allahu azza wa jall ka përmend që shtohet imani, do thotë që ata realisht e dëgjojnë leximin e Kuranit kur atyre u lexohet. Edhe pasi që e dëgjojnë, ata normalisht që e meditojnë, ndalin i kujtojnë ato argumente dhe pastaj kjo ndikon që të shtohet imani. Do thotë që lidhshmëria e Kuranit me njeriun është një prej faktorëve që e shton imanin. Sa më shumë që lidhet robi me Kuranin, aq më tepër shtohet edhe imani. Pse Kurani e shton imanin? Për shkak se aty përmban ose Kurani përmban lajme të cilët kanë qenë mërshëm, të popujve të mërshëm. Përmban lajme të cilët do të vinë më vonë, lajmet e ditës kiametit dhe lajmet e xhenetit edhe xhenimit. Po ashtu aty përmenden edhe shumë rregulla dhe dispozita dhe po ashtu Allahu ka përmend shpeshherë çështjen e dunjos, realitetin e dunjos dhe e ka ilustruar pamjen, formën më të bukur që njeriu mundet me e përshkruajt ose me e kuptuar më mirë. Gjitha këto ndikojnë që te njeriu shtohet imani, të rritet atij imani. Për shkak se gjitha ato janë faktorë që ndikojnë në zemrën e tij dhe po ashtu në rritjen e imanit të tij. Normalisht për gjithave dëgjimit, leximit, meditimit, përsëritjes, ajo më shumë që ndikon në iman është meditimi ose përsëritja e ajeteve të Allahut azza wa jall. Njeriu sa më shumë që ndalet edhe i lexon, i mediton ato. Meditim do thotë që të ndalesh edhe ta lexosh mirë edhe ta kujtosh atë që Allahu azza wa jall ka pas për synim. Ndalesh, e mendon, e kujton, e lexon kuptimin e saj, domethënien e saj, e kjo me lenin Allahut ndikon në imanin e atij që e lexon. S'ka dyshim që edhe leximi ndikon, edhe prandaj preferohet me lexuar veçanti tash gjatë muajit Ramazanit, preferohet me lexuar, po megjithatë para gjithë atyre dëgjimit, leximit, meditimi s'ka dyshim që është më e mira nga gjithë. Prandaj duhet me qenë prioritet leximi i Kuranit në jetën e besimtarit. Besimtari nëse e ka prioritet leximin e Kuranit në jetën e tij, për dëshmërinë e tij, atëherë prej tij pritet hajër. Namazi, sidomos namazi me xhamat, edhe Kurani duhet me qenë prioriteti kryesor i joni. Këto dyja na e mbajnë lidhjen me Allahun azza wa jall. Namazi, Kurani. Nëse ti je përparësi namazit edhe je përparësi Kuranit para prioriteteve tjera të cilat kanë të bëjnë me dunjon, atëherë me lenin Allahut te ti ka shpresë, te ti ka hajër. Edhe shpresohet me lenin Allahut që raporti jot me Allahun do të jetë sa më i mirë. Nëse ti e praktikon dhe anashkalon dhe e llogaritsi me qenë dytësor leximi i Kuranit, atëherë është rreziku që më përfshin atë ajetin që Allahu azza wa jalla përmendi ku pejgamberi sa tha wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Pejgamberi tha që o Zot, populli im e ka marrë Kur'anin diçka si me qenë e praktikosur. Do thotë e ka anashkalu, nuk e ka marrë si prioritet. E praktikja mos leximi i Kuranit, mos meditimi i tij, mos flasin për mos veprimin e tij,
padyshim që edukson imonin dhe SB-at. Pejgamberi sa me ka pas tradit ta ketë një pjesë caktuar të leximit Kur'anit gjatë ditës dhe natës tij. Po ashtu kjo ka qenë tradita e sahabëve. Edhe është mirë edhe ne që me pas një pjesë ku ne në vazhdimsi e kemi breng që ta arrijmë atë. Madje personi i cili e cakton një pjesë Kur'anit, po supozojmë një xhuz për një ditë, për 30 ditë me lenin Allahut e kryen një hatme. 30 ditë. Për çdo ditë nga një xhuz. A një xhuz ti merr 30 minuta, maksimumi 40 minuta. Nëse ti e ke breng për me lexu, edhe nuk ka mundësi, nëse e ke shembull gjatë natës për me lexu dhe nuk mundesh për me u ngrit për me lexu, mos u brengos, mos u shqetëso. Për shkak se është një përgzim prej anës pejgamberit Allahut, për atë personi i cili e ka pas breng leximin e Kur'anit, po i ka hik, nuk ka pas mundësi për me lexu, shoku i gjumit ose shoku i udhëtimit ose shoku i smundjes, pejgamberi se me një ditë tha, kush fle edhe nuk mund që ta lexoje pjesën e caktuar e tij, edhe pastaj e lexon prej kohës sabat e deri në kohën e drekës, atij do t'i shkruhet sikur se me pas lexuar gjatë natës. Kjo është përgëzimi i pejgamberit Allahut për ata që e caktojnë një pjesë caktuar të Kuranit, e lexojnë, po ju ik për ndonjë arsye, edhe më pas nëse e lexojnë do ta marrin shpërblimin e tij. Andaj kjo është edhe një lloj sistemimi i jetës tonë, që në përditshmëri me pasën caktuar sa e lexon Kur'anin, që mos me tik vazhdimsi me pas raport tim me Kur'anin dhe me qenë i lidhur për Kur'anin. Ai i cili lidhet për namazin dhe lidhet për Kur'anin, me lenin Allah si thash edhe marrët për të shpresohet hajër edhe mirësi. Kjo është e para që shton imanin. E dyta është për kujdesja për veprat e mira. S'ka dyshim që veprat e mira janë ato që besimtarin e mbajnë gjallë në jetë dhe ja shtojnë imanin dhe afrojnë tek Allahu subhanahu. Veprat janë shumë, hierarkia e tyre veprave është e lartë, edhe çdo herë që besimtari punon angazhohet me to, padyshim që i shtohet imani dhe me lenin Allah shpresohet që edhe më tepër që të më aktiv në veprat e mira. Edhe nëse është pak, mirë po dikur bën shumë. I keni pa malet, i keni pa kodrat, ato janë ndërtu për guralesave të vogla, dikur janë bën mal. Kështu janë edhe veprat e vogla. Pejgamberi sa si transmeton Aisha, transmeton edhe thotë që pejgamberi e ka dashur veprën e cila është e vazhdueshme. Do thotë nuk është vepër e cila punohet një herë dhe ndërpritet. Nëse është e madhe dhe punon për një kohë caktuar pastaj e braktis, dobia është shumë më e vogël se sa të punohet diçka e cila është më e vogël dhe është e vazhdueshme. E pejgamberi Allahut i ka dashur këto vepra, të cilat janë vazhdueshme, janë pak, po janë vazhdueshme. Për shkak se robi mësohet, edukohet, kalitet, e përmirëson raportin me Allahun dhe vepra mirë i bëhet e dashur për zemrën e tij dhe kjo ja shton imanin. Nëse ti veç i llogarit 12 rekate nafile që i fal sunetet e forta që i thuat, 12 për një vit janë 6000 rekate. Për një vit, ti ndoshta nuk e llogarit kështu. Ama nëse në fund e merr në nxjerr matematikën, kemë pasat 12 rekate janë 6000 rekate për një vit. 3 ditë më agjëru për çdo muaj, 3 ditë për çdo muaj diku është 30 ditë, një muaj i plot. Para mendoj ti një muaj i plot, ti nuk e llogarit kështu. Ti llogarit 3 ditë. Mirë po në fund matematika del që është shumë e madhe edhe përfitimi është shumë i madh. Këto vepra të vogla janë veprat preferuara që besimtari është mirë për me i vepru sepse ndikojnë shumë pozitivisht në shpirtin e tij dhe i japin një lloj stimulimin për ndalmën që sa më tepër me punu dhe me qenë më i fortë kur është pyetje edhe forzi i tij për shkak se këto realisht i ambrojnë forzin atij. E treta prej veprave është vetmia me Allahun azza wa jall. Vetmia me Allahun është një prej veprave ndër më të mëdha që besimtarit i ashtojnë imanin. Kur njeriu vetmohet vetëm me Allahun azza wa jall, kur askush nuk e shef atë, kur i jep sadakon e tij vet, askush nuk e shef. Kur i fal 2 rekate natën, askush nuk e di, as gruaja e tij, as fëmia e tij, askush as nuk e nxjerr në rrjetet sociale. As shikon nevojë me nxjerr në rrjetet sociale. As shikon nevojë që të përmendet ajo që vepronoi. Thjesht një vepër mes tij dhe mes Allahut. E vetme ku robi i ashprej gjithë atë nevojë Allahut azza wa jall, atë nevojë që e ka, askush nuk e di veç edhe Zoti i tij. Një breng që e brengos, një shqetësim që shqetëson, një lëndim që është lëndu, një zemër që i kullon gjak ndoshta prej lëndimeve, prej padrejësive, i drejtohet Allahut dhe kërkon prej tij që Allah t'ia lëshojë gjendjen e tij, t'ia përmirësojë situatat e tij, t'ia lëshojë dhimbjen e tij e kështu me radhë. Gjitha këto vetmi që i bën me Allahun azza wa jall, gjitha këto i ashtojnë imanin atij. Kur e kujton madhështinë e Allahut, madhërinë e Allahut azza wa jall, padyshim që edhe kjo ta shton imanin. Kur vetmohet njeriu vet, edhe kujton Allahun, e kujton madhështinë e tij, kujton mirësitë e tij, begatitë e tij, gjitha këto çka bëjnë, i ashtojnë imanin atij. Thoshte një poet, wa fi kulli shay'in lahu aya
tadullu ala annahu al-wahid. Në çdo gjë ka argument, shenjë që aludon se Allah është një i vetmi që meriton adhurimin. I tha një endasakut, një beduinit, tha, si njohet ti Zotin tanë? Tha, subhanallah, tha, pa bajka në tokë aludon që është prej devës. Gjurmë që i shef në për tokë aludojnë që e në kalorësit. Malet që i shef edhe kodrat që i shef në tokë aludojnë do thot e shef që toka ka male dhe ka kodra dhe diçka e man edhe e forcon, e shef lumin ose e shef detin oqeanin, e shef që është me dalg. Gjitha këto të kush aludojnë? Aludojnë që ka një krijues i cili ka kriju gjitha këto. Pyetja thjesht për një njeriu i cili përgjigjet me natyrshmërinë e tij, pa e mbulu, pa e mshif natyrshmërinë e tij, e tregoj që gjitha këto janë krijesa që dikush i ka kriju. Ai është krijuesi i tyre që është Allah Zotë. S'ka nevojë për filozofi. Andaj kaloi një njeri përmendën apo libra dietarët e besimit akides e përmendën dhe ishin disa njerëz me ta dhe i thanë atij një person i ka një argumente për ekzistimin e Allahut. Një argumente. U çudit. Ta subhanallahu një argumente për me dëshmuar që Allah ekziston. 1000. Ta s'ka nevojë tha për mi pas 1000. Po i thanë si ashtu? Tha shumë e thjesht. Tha nëse ti hes rrugës, edhe është vend i zbrast, shkretir, tokë, dhe rrugës duke biesh në pus. Nëse biesh në pus, edhe nuk ka njerëz për rreth teje që me të marrë me të ngritur i lart. Kujt i drejtohesh? Çfarë thua në atë moment? Momentet më të vështira kur je, i drejtohesh Allah dhe thua, o Zot. Apo edhe sikur qet ateist. Edhe sikur qet ateist. Pse se natyra e njeriut është ta kërkojë krijuesin e tij. Është e natyrshme në ato momentet më të rënda, më të vështira, njeriu e krijon, ose njeriu e kërkon krijuesin e tij. E kjo aludon që Allahu njihet, Allahu dihet. Edhe s'ka nevojë me pas 1000 argumente. Mjafton veç që argumenti jotim për dishmëri që ne përjetojmë. Secili prej neve e ka ndonjë vështirësi, e ka ndonjë hall ku nuk di kujt i drejtohet përveç Allahut azza wa jall. Madje përmendet pas Stalinin, kur kishte pas vështirësi gjatë luftrave, kishte pas urdhëruar që të hapen objektet fetare që t'i luten fetarët Allahut me qëllim që të shpëtojnë Stalini me gjithë ushtrinë e tij dhe po ashtu edhe populli i tij. Kush e bëri këtë? Natyra, edhe pse ishte ateist, edhe luftoi fen, edhe i luftoi fetarët. Po natyra është e tillë, sepse ne prej natyrës sonë kemi që të adhurojmë Allahun azza wa jall. Ta është mbjellur në brendsinë tonë dhe s'ka mundësi që të mohohet. Ndoshta ti e mohon, e mbulon, po megjithatë ajo ekziston dhe mund që të dalë në çdo situatë prej situatave që neve na rrethojnë. Kur e përmenda madhështinë e Allahut azza wa jall, një prej atyre i cili do të jetë në hijen e arshit të Allahut azza wa jall ditën e Kiametit, pikërisht është një person i cili është vetmuar vetë e ka kujtu Allahun, edhe pastaj i kanë rrjedhë lot, i kanë rrjedhë sytë e tij lot. A mund që ndodhe kjo? Po. Pse këtij personi i kanë rrjedhë lot? Për shkak se ke ka kujtuar Allahun. E kujtimi i Allahut dhe kujtimi i madhërisë Allahut e ka bërë që dashnia të shtohet dhe prej asaj dashnie të dalin të rrjedhin lot prej syrit të tij. E ky person do të jetë në hijen e arshit të Allahut xhel ditën e Kiametit, ku janë veç 7 persona, 7 grupe. E me qenë në atë vështirësi 50.000 vite në kom, me qëndru ku dielli është pak më tepër se 1 kilometër mbi kokat e tona, edhe secili është lakuriç dhe secili e bën brengën e tij dhe nuk i intereson për tjetrin. Kjo është me të vërtetë është problem i madh. Është problem që nuk arrihet lehtë, se me pasjeni lehtë shumë prej neve do të kishim me qëndru vetë dhe do të qanim kur e kujtonim Allahun. Po nuk e bëjmë këtë, për shkak se zemrat e tona në përgjithësi janë mbushur me gjuna dhe gjunat nuk e lën zemrën që ta kujtojë Allahun këtë formë dhe pastaj ajo zemër çan. Kur njeriu kujton krijimtarinë e Allahut dhe e shef atë që e kemi ne përreth dhe mediton, s'ka dyshim që e shton imani. Kur e shef ti tokën se si është e rrafshë dhe si e shef dhe e shef kodrat edhe male se si e mbajnë tokën që ndryshme dhe të fortë, dhe kur e shef qiellin që është me plot yje dhe i shef ato meteore dhe i shef gjithë ato bukuri në qiell, pastaj e shef diellin edhe hënën dhe i shef se ato si ndron dhe nuk ka mundësi dita dhe nata që të ngatrohen, po gjithë shkon në mënyrë perfekte, që nuk ka asnjë lloj konflikti njëra me tjetrën, nuk bien ndesh njëra me tjetrën, nuk ka kundërshtim. Çka aludon?
Kjo ludon fuqin, madhështin e Allahut azza wa jall. Prandaj tha Allahu azza wa jall, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Tha në ndrimin e natës dhe ditës, në krijimin e tokës dhe qiejve, ka argumente për ata që mendojnë. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Ata që e përmendin Allahun në këmbë, në tokë dhe duke qenë shtrirë, edhe pastaj e meditojnë krijimtarinë e Allahut, e cila është krijimtari që ne e shohim me sytë tonë, toka dhe qiejve, edhe pastaj çfarë thon pas gjithë kësaj? Thon o Zoti, ti nuk e ke kriju këtë për këtë. Ka diçka, ka urtësi, ka të hikmet, e gjitha këto çka bëjnë? Padyshim që e shtojnë imanin. Po ashtu, meditimi te krijesat e Allahut te melekt. Melekt, siç kanë thënë disa hadithe, janë krijesa të mëdha. Pas çfarë krijesa janë ato? Dëgjoni tash çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha është rëndu qielli dhe e ka drejtën, e ka hak që të rëndohet. Tha për shkak se në çdo vend, në çdo pllëm, 4 gishta vend. Tha është një melek i cili është në sejdë ose qëndron në këmbë e adhuron Allahun azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur foli për Xhibrilin, tha që Xhibrili i ka 600 krah dhe krahët e tij e mbulojnë horizontin mes qiejve dhe mes tokës. Mes qiejve dhe mes tokës. Prandaj se sa është i madh vet Xhibrili kur foli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për melaqet, veçanti për melaqet që e bojnë arshin Allahut. Çfarë tha? Tha më është dhënë leje që të flas për njërin prej tyre. Tha prej te veshi këtu, prej te ky tuli te veshi, e deri te shpatulla e tij 700 vite udhtim. 700 vite të udhtosh para mendoj po sa është ai melek i madh. Po sa është arshi i Allahut i madh. Me një hadith tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha se 7 palë qiej dhe 7 palë tokë. Qiej qëllimi është krejt toka, universi që ne kemi, tokë, Mars, Jupiter, krejta që e shohim me sytë tonë dhe që e vërtetojnë shkencëtar, kjo është njëri qiell, po janë edhe 6 qiell. Dhe 7 palë tokë, në krahasim me kursin e Allahut, janë sikur se një unas e hedhur në shkretir. Shkretira keni parasysh sa e madhe që është. Edhe në të një unas as që shihet, as që dihet, as që varet me sy, s'ka shans. Pardon, sa është kursia e madhe? E sa është dallimi mes kursisë dhe mes arshit të Allahut. Ta pëmë se sem, dallimi mes kursisë dhe arshit të Allahut është pikrisht sikur se dallimi i unasës që e përmenda më herët me shkretinën. Parandoj sa është arshi i Allahut, po sa është Allah. E kuptu se sa, po sa janë ato melek që e bartin arshin Allahut. Janë 8, me po sa janë të moj, janë shumë. E çka shton kjo të ne? Pa dyshim që ashton imanin. E meditimi, kujtimi i këtyre gjërave, pa dyshim që ashton imanin. Një prej veprave tjera që ashton imanin, është përmendja Allahut. Allahu tha, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ata që besojnë dhe me përmendjen e Allahut u qetëson zemrat. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetëson zemrat. Dhikri është i tillë që qetëson zemrën, i jep rati, i jep kënaqësi, i jep ëmbëlsi, stabilizon shpirtërisht, ta jep një lloj kënaqësie që nuk e përjeton diku tjetër, nuk e ngjen. E njeriu sa më tepër që e përmend Allahut, i shtohet imani. Sa më shumë që njeriu i shtohet imani, as më shumë e shijon edhe ëmbëlsinë. Është një lloj ëmbëlsie, siç e përmenda një prej ligjëratave ku thash ku Ibrahim Edhemi ka thënë sikur ta dinin fëmijët e mbretërve do të na luftonin me shpatë. Do të na luftonin me shpatë për me na marrat që e ngjejmë ne, se ata nuk e ngjejnë. Sufjan al-Thauri rahimullah thoshte në kërkimin e dijes që ne që e kërkojmë dhe adhurimin që ata e kanë përjetu. Atë shumë kanë gjë kënaqësi sa që gjemtë pasanikëve mi pas mundësinë për me shpenzu krejt pasurinë për me blet, nuk kishin mundësi për me blet. Ajo ku shijohet te adhurimi Allahut azza wa jall. Prandaj pejgamberi se mi thoshte Biladit o Bilal gritu, rahatona neve me namaz. Ne sot namazin e përjetojmë vështirësi. Ata e kanë përjetuar aty. Është dallim i madh. Është dallim shumë i madh mes neve dhe mes atyre. Ata e kanë përjetuar aty, e kanë përjetuar kënaqësi, kurse ne sot e përjetojmë vështirësi dhe shqetësim, pse se zemrat e tona nuk janë edukuar, nuk janë kalit, që ta shijojnë atë kënaqësi që ata e kanë shijuar. E andaj ata thoshin se në dunjë është një xhenet, kush hyn atë xhenet, do të hyjë në xhenetin e Allahut. Sipas një transmetimi është adhurimi, sipas një transmetimi është namazi i natës. Ata e kanë përjetuar më ndryshe. Sekreti që kanë pas ata, unë e përmenda ligjëratën kur fola,
që dy faktorë kanë qenë largimi i hasedit, i smirës, i armiqësisë prej zemrës dhe pastrimi i zemrës që të mbushet vetëm me dashnin për Allahun, edhe vetmia me Allahun, kryerja e adhurimeve vetëm me Allahun azza wa jall. Një prej tyre është përmendja e Allahut. Thoshte Ibn Bazi rahimullah, muftia i mëshëm i Arabisë Saudite, nëse muslimani shpenzon miliona për me arrit këtë kënaqësi, për me njoftën këtë kënaqësi, ajo nuk është shumë. Nuk është shumë, për shkak se ti që e ndjen atë, nuk mundet ta përshkruaje as lapsi e as ta shprehje gjua. Nuk ka mundësi. Është një lloj kënaqësie që rradh kush e përjeton e di. Ibn al-Qayyim rahimullah thoshte që Allah çdo gjë i ka caktuar sebeb. E sebepi i rahatisë dhe qetësisë zemrës është veç përmendja Allahu xhel. Andaj kushdo që imani i tij të shtohet dhe kushdo që zemra e tij të trahtohet dhe kushdo që ai shpirtni stabilizohet, leta kujtoj, leta përmende sa më shumë Allah azza wa jall. Një prej haditheve që pejgamberi kalimti ta përmendi, tha pejgamberi a dëshironi që dikush për juve të fitojë 1.000 të mira? I than ja Rasulullah, si të fitojmë ne 1.000 të mira? Thot subhanallah 100 herë. Subhanallah 100 herë. Kush thot subhanallah 100 herë? Tha ati i shkruan me të 1.000 të mira edhe i fshihen 1.000 gjuna. 1.000 të mira, 1.000 gjuna. 100 herë. 100 herë ka mundësi me thonë për 2-3 minuta. 2-3 minuta prej teje, me lejnë Allahut ta japin gjithë këtë shpërblim. Po ashtu. Namazi i natës është një prej sebepeve që shton imanin. Namazi i natës ka qenë tradita e parëve tonë, ka qenë ajo që ata i ka dalloj, ka veçuar një prej sebepeve se pse ata dallojnë veçuan, pikërisht ka qenë namazi i natës. Allah subhanahu tha inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Tha aktiviteti i natës është i fuqishëm, lëgjur më shumë, edhe është shprehje më e lehtë. Pse shprehje më e lehtë? Për shkak se gjatë ditës ke brenga, ke shqetësime, përditshmëria. Rutina e ditës është më e vështirë që njeriu leximin e Kuranit ta meditojë dhe ta thotë, mirë po natën ndryshon krejtësisht situata. Natën është më e lehtë, është më i lirë, është më i qetë, edhe leximin e Kuranit që e bën është më i mirë dhe ndikon më fuqishëm zemra. Ndryshe shku lexon tash thu kul a'udhu bi rabbil falaq ditën, tamam. Provoj natën, thuj kul a'udhu bi rabbil falaq, ndryshe është. Përjetimi është ndryshe. Prandaj tha Allah ndikon më fuqishëm. Edhe shprehjet janë më të qarta. Për shkak se njeriu ditën ka mundësi që të gatrohet krahasim me natën, ku opsioni është më i vogël. Po ashtu, leximi i shkrimeve të parëve tonë. Leximi i shkrimit të pejgamberëve të Allahut, leximi i shkrimit të sahabëve. Kur ke shembulltyr të mirë, edhe di se ka të orientohesh, ka drejtohesh, atëherë ti je shumë më i sigurt në atë që e lexon dhe rrugën që e ke marrë, që orientimi jot është më i saktë. Kur ti nuk ke orientim, je i çorientuar, bosulla jote nuk di ka është më të ngjatë, edhe nuk ke shembulltyr të mirë, padyshim që ti jeta jote do të jetë e çorientuar dhe nuk ke shembulltyr të mirë, cilin ta ndjekësh në rrugën e tij. Fëmijët tonë që nuk kanë shembulltyra të mira, dhe e shef që shembulltyr për të mirë cilin e merr? E merr një artist, e merr një këngëtar, e merr një futboller, e merr një person i cili do thotë përgjithësi është i devijuar prej tyre dhe jo besimtar ko shumë. Edhe çfarë bën ai? Vishet si ai, hecën si ai, do të jetë si ai, do ta zgjedhë gruan sikur se e ka zgjedh ai, do të jetë i pasur si ai, do të pije si ai, do të marrë drogë si ai, pse se të jetë i famshëm. Fama normalisht është smundje. E personi i cili sprovohet me këtë smundje nuk e ka lehtë. Se për me arrit famën duhet pak edhe mund edhe harç, plus edhe asaj edhe na përharome, me qëllim që të arrish një famë që nesër shkatrosh. Allah subhanahu kur e do një rob e ngrit, ku nuk e do e poshtron. Edhe se të njerëzit njihet. Kur i mungon shëmbulltyr e mirë fëmijës, ai do t'i marrë këta për shëmbulltyr. E ti patjetër duhesh me qenë ti vetë shëmbulltyr, ti si prind e para, se fëmia shëmbulltyrën kryesore e ka prindin. E nëse ti je i drejt, atëherë me lenin Allah të fëmia do të ishte në rrugë drejt. Nëse ti jam son fëmijës që ti marrë si shembull të parë ton, me lenin Allah ka hajër. Për shkak se ti aty u mundson mi botë që ata nuk jetojnë me ta, por realisht e përjetojnë shpirtërisht kur i lexojnë. Ata janë këtë dunjon, këtë kohë, këtë periudhë, po me shpirtrat e tyre janë periudhën e sahabëve ose periudhën e burrave të mirë që kanë qenë më herë. E kjo çka e bën atë? Atë e bën me jetu një botë e cila ja jep një orientim të saktë, një orientim drejt, që i kënaq, i mbush shpirtërisht ata. Kur plotësohen ata shpirtërisht,
me lejen e Allahut ata edhe do të qenë edhe më të mirë edhe në përditshmërinë e tyre. Dhe gjendja e tyre do të përmirësohet padyshim, dhe ata do të qenë me moral, me edukat shumë më të mirë se sa ne që i kemi sot. Po ashtu prej shkaqeve që e shton imanin është llogaria vetvetes. Allah subhanahu wa taala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ta i cili e ndalon veten e tij e përmban prej gjunave dhe ja ka frikën Allahut qëndrimit kur do dalet ditën e Kiametit, çka përfiton ai? Tha Allah subhanahu që vendbanimi i tij do të jetë xheneti. Pse vendbanimi i tij xheneti? Për shkak se ky person e ka llogarit veten. Se e ka llogarit. Sikurse biznesmeni që e llogarit dinarin e dirhimin. A ke pa fund muajit kur e merr për minxher ato gjithë ato llogaritët tua dalin apo nuk dalin? Si ndalesh mirë i llogarit apo? E shikon a ka mundësi më ndal rroga për këtë muaj ajo. Sa vjen faktura rrymës, sa vjen kjo, mundosh të shpenzosh, mundosh truash edhe në fund ja çet kalimin edhe nxjerrni rezultat apo përfundimtar. Kështu është llogaria e vetes. Ndalesh i mendon mirë gjunat, edhe i mendon mirë të mirët e tua. E çet një llogari në peshore. Çka ka peshu më shumë te ti? A vepra e mirë apo gjuna? Edhe kështu këtë formë, nëse ti e llogarit, dije që keme pa përmirësime të çuditshme te ti. Për shkak se s'ka dyshim ai cili llogarit veten e tij, ai do të përfitojë. Dhe për të është një lloj siguri, një lloj mbrojtje e cila e ruan dhe mbron nga gabimet e më të qeshme. Themel është një argument i cili thot Allah Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah", o ju besimtar, keni frikë Allahut. "Ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah." Ta keni frikë Allahut, dhe secili le të shikon se çka ka përgatitur për të nesërmen. Pastaj Allah sërish thot: "Keni frikë Allahut." Ky argument thon dietar që është themeli, baza që aludon llogarin e vetvetes. Për shkak se besimtari i cili mundohet dhe kupton këtë realitet, atëherë me lejen e Allahut ai do ta llogarisë vetëm për nesërmen, sepse nesërmen është shumë e rëndësishme. Tash i ke përjetimet e tua. Gjithë ato sfida që i përjeton, vështirësi, siklete, janë të rënda, dunjon ta ngarkojnë, rëndosh, jeta duket e gjatë, sepse realisht i ke tu pak. Mirë pa ajo e cila vije është shumë e madhe, shumë e rëndë, ai është e përjetshme. E nëse ne nuk arrijmë që ta fitojmë ahiretin ton, atëherë tjera është ke dështu ti e dështak. E si ka mundësi për merrit? Llogaria vetvetes është një prej sebeve që ka mundësi me ndihmu shumë në këtë aspekt. To është një prej parëve tonë, gjeneratave të parë, thoshte para mendoj tash po vjen meleku i vdekjes. Çka ke për mi thon? Tash po vjen. Edhe po thot ka marrë me ta shpitin. Edhe pse ai ty edhe mua nuk na pyet fare. Pejgamberi Allahut i ka pyet. Ata kanë pas këtë drejt. Mirë po ti edhe unë nuk e kemi këtë drejt. Mirë tash vjen edhe të pyet edhe thot çka do? Çka kishe pas mi thon? A ka mundësi me vlonja 5 minuta? Apo të pendona, ta kujtoj Allahun, ta takoj. Ma shumë a shpyqe i badesa familjen e arron krejt. Po mirë, tash je gjallë, edhe ke këtë mundësi, para se mor meleku, vepro. Prandaj për shkak se ti veç më je i gjallë, me mundësit, gjitha i ke, vepro para se mor meleku i vdekjes. Ibn Omeri thoshte: "O ju njerëz, llogaritni veten tuaj para se të llogariteni." Thoshte Abdullah ibn Mesudi: "Nuk ka ditë që ka perëndu dielli dhe jam pendu për atë ditë për shkak se e gjeli më është afru. Dhe jeta ime ka kalu. Për çdo ditë që kalon, neve na afrohet e gjeli. Jeta jon shkon, mundësit pakson, mundësit voglohen, kurse veprat e tona pakson fatkeqësisht, jo që shtohet. Thoshte Ibn Abi Mulejke, kam taku 30 prej sahabëve, të cilët e kishin frikë, a janë për hipokritëve apo jo? Pse ata e kanë pas këtë lloj frike? Pse 30 prej sahabëve kanë pas këtë frikë të madhe për imanin e tyre? A e dini pse? Për shkak se ata gjunat që i kanë bërë që për neve janë shumë të vogla, te ata kanë qenë shumë të mëdha. Dhe ata e kanë llogarit veten kur i kanë bërë gjithë ato gjunat, sipas atyre, kanë menduar që nuk janë më besimtar kullum, po në te është përgjigje hipokrizia. E llogaritja e vetvetes ndihmon këtë aspekt shumë. Ata e kanë llogarit shumë veten. Allah Azza wa Jall në një sure 11 herë është betu krijesat e tij që nuk ka sure tjetër. Nuk ka sure ngjeshme. 11 herë. Wash-shamsi wa-duhaha wal-qamari idha talaha. Pasha diellin dhe dritën e tij. Dhe pasha betohem në hënën kur vjen pas ti. Pas e vin 11 betime radhazi. Për çka? A e dini në fund çka thot Allah Azza wa Jall? Pas gjithë këtyre betimeve, përgjigja këtyre betimeve. Thot kad aflaha man zakkaha.
ka shpëtu ai i cili ka pastru. Wa qad khaba man dasa, dhe ka humb ai i cili ka shtyp me gjuna. Ai i cili ka ngarku, ka humb. Këto 11 betime që i ka bë Allah, i ka bë qartë ata me dije. O robim, kujdes. Llogarit e vetën për shkak se nëse ti e pastron shpirtin, e pastron, do të shpëtosh, pa ndryshe. Nëse ti e mbush e ngarkon, keme dështu. Këto ishin disa për shkaqeve, të cilet neve na shtojnë imanin. E lusë Allahun që Allah të shtojnë imanin tonë. E lusë Allahun që të na vetëdijson. Dhe të punojmë me gjitha këto që i përmenda dhe shumë qera që nuk i përmenda, po që Allah përgjithësi i përmend gjatë ligjëratave të tyre. E lusë Allahun që ta mundsoj që të kemi për atyre të cilat e kujtojmë vazhdimsi Allahun, e përmendim atë, e lexojmë librin e tij, punojmë me rregullat e tij dhe mundojmë vazhdimsi që ta kultivojmë imanin që kemi në shpirtin ton, që në këtë formë sa më tepër t'i afrojmë Allahut dhe rrugtimi jon të jetë sa më sakt, sa më i drejtë, që kur ta kemi takimin me Allahun, që ta kem fytyrbar e mos fytyrëzes. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ju shpëlbeft. Edhe sa përfund e falenderoj kryesin me gjithë me hoxhën për ftesën që e kanë pasur gjatë Ramazanit, që të ligjëroj, ju falenderoj edhe juve për prezencën e juve që keni qenë. Allah ju shpërbleft, Allah pa pranu agjërimin, veprat e mira, Allah na mëson që takojmë edhe viteve të tjera. Allah ju shpërbleft.